Ngjarja tragjike ku humbi jetën vllai i Gjesit ka lënë një shenjë të madhe në familjen e tyre. DJ i njohur dhe mik i ngushtë i Gjesit, Gimbo, ka dhënë një intervistë të sinqertë, duke folur për rrugtimin e tij muzikor, marrëdhënien me Gjesin dhe momentet e vështira që kanë kaluar së fundmi. Në intervistë, ai theksoi se Gjesi ka qenë shtysa dhe motivimi i tij kryesor për të punuar dhe ka besuar gjithmonë se bashkë do të arrinin suksesin e madh. Ne jemi dyçe që gjithmonë kemi besuar se mund të arrijmë më lart, deklaroi ai. Kur u pyet nëse mund ta shihnin si konkurrent në shtëpinë më të famshme, DJ me humor hodhi poshtë idenë. Nuk do të ishte fair të fitoja 2 herë, tha ai duke qeshur. Një moment i ndjerë intervistës ishte kur Gimbo ndau emocionet për humbjen e papritur të Eldionit, vllait të Gjesit, duke cilësuar si një tragjedi që tronditi të gjithë. Për ne ka qenë një bam, Zoti i mëshiroft ata, ngushëllime për familjen. Falenderoj të gjithë ata që ishin pranë, u shpreh ai me emocion. Për të, Gjesi po kalon një periudhë të vështirë pas tragjedisë, por sipas Gimbos, ai është duke e përballuar më mirë tani dhe po kalon më shumë kohë me familjen. Momentalisht është mirë, por rri me familjen, tha ai duke dërguar mbështetje për mikun e tij në këtë kohë të vështirë. Kjo është hera e parë që një person i afër i Gjesit flet hapur për gjendjen e tij, pas heshtjes totale që ka mbajtur fituesi i shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Ende nuk dihet se kur Gjesi do të bëhet i gjallë, por ajo që i ndodhi familjes së tij është diçka shumë e rëndë që jo çdo kush do ta përballonte.